jetuar momente emocionante me artistin e madh Mirush Kabashi e ne pa humbur kohë kalojmë në një segment tjetër të spektaklit Odeon që vjen si i ri, si shfaqje e re, si pamje e re në këtë spektakël, do të vini personazh tjetër nga një segment tjetër i shoqërisë. E ndjekim me kurajo dhe me shumë dorë tërkitje, zonja dhe zotëri Elona Hajrizi. Mirë mbrëma Elon, mirë se erdhe, të ndihmoj të ulesh në karrikën e Xhaxhit Mirush, oba. Qenke goxheron, ha? Elona, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se zeta, faleminderit për ftesën, është asnjë radhë, të mbash në emisionin tuaj. Po. Sa shpejt ke folë si prej automatik, kështu fleti? Po kështu juve i përgjirë nga zëtarën për kretë emisionet. A po shkon shkollë, Elona? Po, si jam ka filluar klasën e parë. Klasën e parë. Kujdestarja e klasës, a është mësuese apo mësues? Mësuese e quajnë Arita Amiti dhe në të dua shumë. Mirë, Elona. A e ke mësu shkronjën e parë të alfabetit? Po, unë i di të gjitha shkronjat. Të gjitha shkronjat? Po. Po pse të shkove më njëherë në klasë 2 atëherë? Mirë, Elona, tashi që ka fillu mësimi, po shkon në shkollë, përveç që mëson apo? A shiqon filmat vizatuar, a loz, çfarë bën Elona? Unë luaj me lodar, shkëve sa të mor, po edhe lajmet. Edhe lajme? Po ti e shumë e vogël, pse shiqon lajme ti? Sepse mami me babi vetëm shiqojnë, veç në lajme shiqojnë. Shu, shka ta Obama, shu, shka ta ta, shu, shka ta Po mirë, Elona, po kush është Obama? President Amerikan. Po thaci, kush është thaci? Komunisti Kosovës. Ke bakështu me geshtime, për dëkënje me thacina? Me të gjithat. A me të gjithat jeti? Mirë, tash e shiqon lajme, pastaj çka bën? Unë duha të mësëm që unë shkoj në pala e Darzinem, dhe duha të mësëm shumë, sepse me ndoj të bëm president e Kosovës. Po. Mendon të bësh president e Kosovës, ja keni nisju prej ati fete Jahjagës femra do një me mbajtë, me radha, ha? Mire, Elona, nuk do na me fjollë shumë se këto e në orë të vona, fëmijët kanë shku në gjumë, kështu që të falenderojmë. Petit për Darzinem, me dhëmë për të bëjnë një pyte, jo, mami një gjëzës. Një gjëgjës. Një gjëgjës. Hajta të gjojnë të gjëgjës. Ska i thojnë, miskoja miskonjës, kërë në teatër. Qfar i thot, mushkonja mushkonjes, apo miskoja miskojes, që po thot Elona, kërë në teatër? I thot, apo të pëlqen shfaqja? Jo. I thot kush e din? I thot... I thot, ati thumbojmë gjithë shiqust. Jo. Kush e din nga publiku? Më duket se asë një. Më duket se asë një. Hajtë Elona na trego për ati së ndespojnë. Kujdes nga duar trokitjet. Kujdes nga duar trokitjet. Atëhere, ky zemër me shumë dorë trokitje të falenderojmë. Elona Hajrizi, falenderit. Në këtë dorë trokitje, le të falenderojmë nga zemra të gjitha ata që përmbajnë spektaklin tonë, sponsorët tanë, Post Telekomin e Kosovës dhe Valen që janë të Kosovës, Universitetin Fama,
American School of Kosova, këtu ku e bëjmë ne emisionin. Albed, Magniflex, Kam Elias, Qendresa, Prishtina Stars, Marketing, kthehemi pas pak.